Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kairo në Egjipt ka disa nga xhamit më të bukura në botë. Kjo është arsyeja pse ne I përdorim disa nga ato në fillim të serisë. Ato tregojnë se sa bukur mund të përdoret arkitektura për të madhëruar Zotin. Kjo është xhamia e bukur e Sultan Hasanit në Kairo. Është e njohur për dimensionet monumentale të saj dhe dekorimet e bollshme. Shumica prej tyre të sjella nga zejtarët, që vinin nga Siria dhe Irani. Shpeshherë, gjatë gjerimit të këtyre xhamive, ne vendosnim një figurë njeriu në sekuencë, me qëllim që të jepet një shkallë e parafort për të treguar se sa madhështor është ai vend. Këtu përdorim një thjerrës shumë të gjerë dhe një kran që të mund të filmohet të tërë kjo hapësirë pa mas. Obori I hapur ka shumë llampa të varura, shumë të bukura, të hapura drejt qiellit. Kjo është xhamia e Ibn Tolunit, që është një ndërtim shumë I lashtë. Minaret spirale në fakt janë të modeluara si ato në Irak dhe Samara. Këtu mund të shihni thjeshtësinë gjeometrike në sekuencë të gjiruar nga minarja. Ky është minbari I cili shërben për mbajtjen e ligjëratave apo hutbeve. Këtu mund të shihni shkallën madhështore të arkitekturës në xhaminë e Ibn Tolunit. Kthehemi në xhaminë e Sultan Hasanit. Kaligrafia arabe ka qenë një element I rëndësishëm dekorativ, shpesh e praruar sikur që e shohim këtu. Në Tunizi, pishinat e mëdha të ujit në Kiruan janë me origjinë romake. Muslimanët I restauruan dhe I përdorën për të siguruar ujë të rrjedhshëm për qytetarët e Kiruanit. Këtu e kemi vendosur një deve që t'ju japim një ndjenjë të parafort të madhësisë. Mendoj, huazimi I deves kushtoi rreth $7 në ditë. Këtu është obori I hapur I xhamisë madhështore të Kiruanit. Xhami e cila daton nga shekulli I 8 I hershëm. Përsëri madhështore në mas. Minarja katrore sigurisht e ka origjinën nga xhamia e shekullit të 8, e rindërtuar më vonë. Kjo është xhamia e madhe e Damaskut, ndër xhamitë e para monumentale të mbijetuara në botën islame. Kjo është xhamia e parë që ka pasur minare dhe është konvertuar nga kisha krishtere e Gjonit të Shenjtë. Ajo u bë model arkitekturor për xhamit anemban botës dhe më vonë ju shtua një varr në kokën e Hazreti Jahjas. Këtu jemi brenda xhamisë së madhe Sulejmanie, e ndërtuar në shekullin e 16 për sultanin madhështor Sulejmanin. Punimi më I mirë I arkitektit Osman Sinani, me të vërtet shembulli më I mirë. Arkitektët islam me të vërtetë përsosën detyrën e vështirë të ndërtimit të kupoleve në xhamitë osmane, të cilat janë ndër kupolet më të bukura në botë. Kupolat janë zakonisht të kurorzuara në maje me zbukurime të praruara. Ndonjëherë me simbolin e praruar të gjysmëhënës në majë të tyre. Këtu e shohim Hagia Sofien, dikur një kishë madhështore, e shndërruar në xhami, pas pushtimit të Konstantinopolit nga Mehmeti, sultan I madh Osman. Fillimisht ishte ndërtuar nga perandori bizantin në shekullin e parë. Këtu përsëri arkitekti madhështor Sinani e përdori si model për xhamin Sulejmanie. Hapësirat e brendshme janë madhështore. Fillimisht ka qenë hapësira më e madhe e mbyllur në botë. Në Siri është një shembull I mendjemprehtësisë së muslimanëve në teknologjinë e ujit. Këto janë rrota të stërmëdha ujore që përdorin fuqinë e lumit për ngritjet e ujit, duke përdorur vetëm fuqinë e ujit mbi akueduktet e lartë 50 këmbë ku drejtoheshin në kanale drejt fushave.
Kjo është Alhambra e bukur në Grenadë të Spanjës, shembulli më i lashtë i mbijetuar i një pallati mesjetar. Kur e shohim tani në gjendje të restauruar, është vështirë të besohet që në shekullin e 19 ishte gati plotësisht i rënuar dhe i banuar me cigan. Kur ishte e zbuluar dhe shkruar mbi të nga amerikani Washington Irving, ajo është ndërruar në një atraksion romantik turistik për perëndimorët, madje edhe para se të restaurohej. Është një shembull madhështor i detajeve në atë punim të bukur zejtar. Në tër Alhambrën ka shadrvan dhe pishina që funksionojnë me anë të gravitetit, ku përgjatë tër botës islame gjejmë pishina që ujitnin kopshtet, si kjo. Imazhet e gjelbërimit dhe ujit janë shumë të rëndësishme dhe janë të përdorura në Kur'an, në imazhet e parajsës. Kopshtet islamike janë ndër kopshtet më të bukura në botë. Në Cordoba në Spanjë, në qendër të qytetit është një katedrale katolike, me kulla të këmbanëve e cila dikur ka qenë minare. Kjo katedrale madhështore katolike në fakt dikur ka qenë xhami. Është ndërtuar si shumë xhami të hershme me shtylla të grekëve dhe romakëve të lashtë, të mbetura nga rënojat përreth. Shtyllat shpesh janë shumë të shkurtra, por ato janë të vendosura njëra mbi tjetrën dhe janë ngjitur me harqe. E ka gati efektin e pyllit mbulues me dru. Akoma mund të shohim tavanet romake e kishtare me harqe të shkrira së bashku me arkitekturën e xhamisë. Kupola e Gurit është një ndër monumentet më të bukura në tër botën islame dhe është e rëndësishme për muslimanat sepse besohet që nga ky vend Muhameti a.s. u ngrit në qiell pas udhëtimit nga Meka mbi kafshën e quajtur Burak dhe në parajs ai u takua me të gjithë profetët, përfshirë Musën a.s. dhe Isën a.s., të cilët i udhëhoqin në namaz para se të kthehej në tokë dhe kthimit prapa në Mekë. Në Tunizi, fortesat afër detit janë të ndërtuara nga guri dhe tjegullat dhe janë përdorur për t'i mbrojtur banorët nga kusarët berber dhe gjithashtu nga vikingët. Pallati i 40 shtyllave në Isfahan të Iranit është një ndër ndërtesat më të bukura në arkitekturën islame. Në fakt janë vetëm 20 shtylla, por kur pasqyrohen në pishin, duket se janë 40. Është një monument madhështor i Safavidëve. Dhe dikur fasada ka qenë mbuluar me pllaka nga pasqyrat. Irani është përplot me xhami dhe monumente të bukura. Shumica të mbuluara me punime të bukura të pllakave. Xhamia e madhe e Jadit është ndërtuar nga mongolët, të cilët u konvertuar në islam, dhe është mbuluar brenda dhe jashtë me punime të pllakave të qeramikës me dizajn të pothitur. Këtu mund të shohim dhëmbëzime në mure, e cila quhet mirab dhe është e kthyer në drejtim të Mekës, ku i mundëson besimtarëve orientimin se në cilën anë t'i drejtojnë lutjet e tyre. Këtu mund të shohim se sa i jashtëzakonshëm dhe i bukur është ky punim i pllakave të pothitura. Dekorimi është i mrekullueshëm. Kjo është salla e lutjeve, gjithashtu xhami mongole e ndërtuar për sunduesin Uxhajtu, e cila ka një minbar nga druri i gdhendur për bukuri si dhe një mirab. Minbari natyrisht është vendi ku mbahen hutbet. Në Isfahan, gjithashtu në Iran, gjendet xhamia e bukur e Sheh Lut Falës. Përsëri, për bukuri e mbuluar me punim të pllakave.
mund të shihen paraqitjet më mbreslënëse të modelit sipërfaqësor me pllakat me ngjyra të lloj-llojshme, të cilat arritën lullëzimin e tyre më të lartë në shekujt 16 dhe 17, dhe kualiteti i dritës, që dëpërton brenda këtyre grilave të dyfishta përreth kupolës, është shumë i bukur. Këtu shtuam pak tym në brendësi të hapësirës që ti mund t'i paraqesim rrezet e dritës.